Alaudin Hamidi është një nga emrat më të komentuar në media roz, ndërkohë që prezantimi i formatit Big Brother VIP Kosova e ka rikthyer në qendër të vëmendjes. Moderimi live i këtij formati për më shumë se 5 orë rresht ka bërë që Alaudini të fitojë simpatinë e ndjekësve të shumtë. Moderatori ka preferuar ta mbajë hermetike jetën e tij private, por një situatë mes tij dhe këngëtares Xhensila Myrtezaj duke se ka vënë në një pozitë mjaft të vështirë. Ka qenë vetë Alaudini që është shprehur se ka gabuar ndaj këngëtares dhe që prej asaj dite ka vendosur të jetë më i rezervuar në deklaratat që bën. Ai tha: "Më kishin ftuar në një emision dhe moderatori më dha 3 emra këngëtaresh, Tunën, Elvana Gjatën dhe Xhensila Myrtezajin, dhe më pyeti se cila prej tyre kishte më pak talent. Unë tha Xhensila dhe kjo bëri që mes meje dhe Xhensilës të kishte një përplasje të fortë. Kur Xhensila e pa intervistën, është mërzitur shumë me mua dhe kur e kam ftuar në emision më ka thënë: "Jo, nuk mund të jem e ftuara jote, më ka mbetur hatri me ty." Dërsa kolegeve të mia i ka thënë se nuk e pëlqen fare Alaudini si prezantues. Është dashur vetëm kjo deklarate imja që të sillte një përplasje me Xhensilën, e më pas e kam telefonuar qetësisht për ta sqaruar se ka qenë vetëm një fjali e tepruar nga ana ime dhe për këtë i kërkova ndjes. Pas këtij momenti, mes nesh u vendos paqe dhe Xhensila ka pranuar të vinë në emisionin tim si e ftuar. Tashmë jam shumë i kujdesshëm kur jap deklarata dhe çfarë them, sepse vetëm një fjali mund të shkaktojë një skandal të madh.